duket që është komplet një diçka e deformuar, por fatkeqësisht nuk të jep buzëqeshje. E kupton? Të jep dhimbjen, të jep trishtimin, të jep revoltën. Kjo është pra në politikën tonë sot në formë karikature. Është një deformacion i gjithi. Po këtu profesor të kjo karikatura që na ka vendosur regjia, regjizori jonë, mos keni dashur të tregoni Ramën si Caligula që vendosi Kalin senator? Po, ai mund të bëjë çdo gjë. Ai mund të bëjë çdo gjë. Dhe erdhi rasti, ne e treguam edhe në rastin e fundit, që mund të bëjë gjithçka. Domethënë, nëse ati i shkon në mendje për një gjë, është kundërligjshme, është e papranueshme, është, si të themi ne, një shkaktare për të këqija ose për një prapamete, do të për gjithçka, ai do ta realizojë atë punë. E ka atë në mendje, po e pati në mendje, mendje ti krijuese dhe prodhuese, që prodhon shumë. Si njëri që jeni bibliotek nece. Një piktor. Jo, piktor është fjallë e madhe. Piktor është fjallë e madhe. Piktor është fjallë shumë e madhe e dashur. Po mirë, unë e kuptoj Piktor, skulptor janë peshat mëdha. Piktor është Pen Bengu. Skulptor është, nuk e ditë, më thojnë në një skulptor, se unë nuk jam një arë, po nuk është ky më. Po, ky është artist, nga këta artistët që... Artist, po, nëse... Që tot profesori, me pranga nga pas, këta janë artistët që në mbaj pak, se unë s'kam lidhja. Po, ti s'ke parë piktura, që përnde, me siguri, pra ndaj thua kështu. I ke parë piktura dhe Miku imi Sajmir Strade, që besoj edhe juve e njifni, që është gjigant për mendime, ka qenë i madh që i vogël, më ka thënë vetëm diçka, shpen, vetëm për një gjë nuk e drejtë e gaje. Çfarë i tha shumë profesor? Ai është njohur shumë i mirë i Kandinskit. Ai ditë njohë vetëm ngjyrat. Edhe librin e vetëm që ka shkruar vetë e ka bërë vetëm për konceptin e ngjyrave të Kandinskit. Kurbanin dhe këta tjerët, ti e di më mirë që ka qenë ChatGPT-ja live, nuk është se e ka shkruar vetë. Domethënë, profesorja, kjo tjetra që juve keni poezi, sepse unë mendoj që si një bibliotek shumë jetike që ju jeni bibliotek necja. Domethënë, ke jetuar atë lloj sistem, ke jetuar 36 vjet, zoti ma sa më gjatë. Ke partë të dyja, kur shikon moshën time që janë nipi jot, nuk të vjen keq që të mendosh, prap një enver të dytë ulam trashëgimtar dhe këtyre, ke menduar të bësh me karikaturë për këtë? Kjo është e vërtet, kjo është shumë të drejtë, dhe vje keq që gjithmonë kemi menduar që do të ecim, por një gjë e çuditshme, si duket pa e ndjerë, por duke e verifikuar në këtë drejtim, e shikon që në mos po themi ke ecur mbrapa, dhe disa gjëra kemi ecur shumë mbrapa, po kemi qëndruar në vend. E kupton? Dhe unë mendoj që gjithçka kur bëjmë ne që drejt Europës, dhe çuditërisht e shikoj që jemi drejtuar drejt Europës, po ajo gjithmonë na largohet. Na largohet sepse janë veprat që ka politika jonë, mënyra e politikës tonë, ky konfliktualiteti i madh, këto lodra, do të thonë jashtë logjikës, jashtë ligjeve, na çojnë shumë larg. Ju mendoni se politikanët tanë, ose politikanët tanë, duan që ne të shkojmë në Europë? Jo. Janë të vetmi që nuk duan. Në mënyrën absolute, sepse janë kaq mirë këtu, e kupton, në këtë çifligun e tyre. Ja, fiks. Janë shumë mirë këtu. Të gjithë. Në çifligun e tyre, sepse politika jonë zëmërohet kur ndërhyn nga BE-ja. Ndërhyn e thonë për këtë problem nuk e keni mirë, për këtë problem. Atëre, nëse ne do të hyjmë në Europë, do të jetë akoma më keq, sipas tyre. Do të thënë, ato nuk do të mund të bëjnë përsëri çdo gjë që kanë dëshirë. Prandaj, unë mendoj që me politikën që bëjnë politikanët tanë, që dhe më vjen keq ti quhesh politikan, sepse politika në të vërtetë është një art. Është një profesion. Pra çdo profesion kur e bën me art, me ndjeshmëri, me ndershmëri, me bukuri, me vlera, do të thonë, ke një përparim në këtë drejtim. Kurse tanët jo, nuk e di sepse, por sa herë që Europa thot një fjalë të mirë, që po në nënshkruajmë dhe këtë rast
Bëhet diçka që e kthen pas. Bëhet diçka që e kthen pas. Mbroni kushtetutën shumë realiste, si karikatur, profesor, këtu fillon e ardhmja. Ky që ke vendosur mbi kal është Ilir Meta. Është Ilir Meta. Kjo ka qenë ajo koha që u ndryshua kushtetuta. Dhe sot, në bazë të saj, neve i kemi të gjitha, do të thonë, fatale është viti 2008. Fatale është 2008, e di që nga një herë është, themi ne që midis dy kufive, midis opozitës dhe pozitës, e kupton, të ketë një bashkëpunim, të ketë një marrëveshje, të ketë një... E di që nga njerë ndodhë, ajo është më e keqja, kur të dy palët bien dakord për një gjë që është gabim, kjo është fatale. Ajo është fatale. Sepse në qoftë se majoranca ka një veprimtari të saj, edhe është në gabim, atëre oponenca, pozita që i del përpara, nuk e lejon që ajo do të shkojë deri në fund. Kurse sot është tepër e vështirë, me 83 vota mund të bëhet gjithçka. Edhe prap prova duhet të ketë frymë, sepse nuk është politika. Shikoj, unë jam i bindur që juve në këtë moshë që jeni, po të kandidonit për deputet, vleni sa një falang maqedonase e Aleksandrit Madh me Zengjine dhe me Sara. Vetëm një fjale juaja mund t'jem 50.000 si ato. Pra, nuk është vetëm çështje numrash, është çështje mendje. Në parlamentin në 91-92 të profesor, njeriu më pa shkollë ishte drejtoroa Golli për shkak diplomave. Që drejtoroa Golli për mua është një dashurim vete të shpjegon thjesht me moll. Figurë e madhe. Është figurë e madhe, unë kam dashuri, kam peng që se ka pa do të gjallë, tani që dolan në media që të atakoja. Por, imagino që standardi. Njerëzit vinë, më thënë, evolucioni njef edhe regresin edhe progresin. Si ka mundësi që neve quajmë progres, çdo hap që bëjmë para, kur kemi vajtur në regres. Pra, në qoftë se ti vete vi këtu, nuk është hap para, ti akoma duke dalë në nivelin 0, ne akoma s'kemi dalë në nivelin 0. Jemi më keq se prindrit tanë mentalitet. E kupton sa e të mërshme është ka? E këton, unë kam përshtypjen e ka dhe një gjë. Në përgjithësi ka një ikja nga ky vend e mëse 1 milion shqiptarëve, do të thënë është një fatkeqësi për këtë vend. Do të thënë është një mangësi jashtëzakonisht e madhe. Ka ikur një mendje e mirë, ka ikur truri. Kur silem rreth e rrotull dhe për Tiranë, kam përshtypjen sikur jemi fshatarizuar shumë. Ose numrojme me gishtat e dorës, të themi tash. Kemi çik respekt për veten. E kupton, kujton, si thon Tiranësit, ka tunarlliku i madh. Në çdo gjë. Në çdo gjë. Profesor, unë doja të bëj një pyetje e cila lidhet me sigurisht me punën tuaj, por lidhet edhe me politikën sërish. Sa nga besoj se nga jo i kemi gjitha të këqija. E kemi edhe pak nga vetja, po më shumë nga politika. Më fal, që të ndërprefsha të këqija. Jemi vetëm një popull që them nuk e rrëzova kafe, mu derdh kafja. Që këtu fillon. Që këtu fillon, se të gjërat e thjeshta. Ti e rrëzon vetë, mu derdh kafja. Mu derdh kafja. Raporti juaj me Berishën, raporti juaj me Ramën, ka patur një raport të satiristit? Pa dyshim, ka patur një raport edhe raporte shumë të afërta. Me të dy. Me të dy? Po, me të dy kam patur raporte shumë të afërta. Habitem se nuk parandos. Edhe është një gjë, do të thonë, gjithmonë kam patur mendimin që duke i njohur, do të thonë, për shembull, po filloj me Ramën, do të mendimin që kjo kur filloj, do të bëj diçka. Dhe ai fillimi që diku optimist në drejtimin e kulturës, pastaj të bashkisë, mirë po me ardhmë me kohë, nuk e di, kam përshtypjen që e gjithë veprimtaria pati një lloj deformacioni, pati një lloj gjendje, një gjendje që i hiku nga duart, arsyet janë nga më të ndryshmet, e kupton, dëshira
për unin, dëshira për pushtetin, dëshira për pasurimin, dëshira për gjithçka e imja, dëshira për gjithçka unë, e kupton? Ndoshta krijuan këtë gjendje, këtë lloj deformacioni që sot neve e shikojmë edhe në, do të them, dhe mënyra se si sillet me, për mua është çik e papranueshme, sidomos duke lexuar dhe këto. Në të vërtetë, ai në këtë fjalën e fundit që bëri shumë përshtypje, që e kishte midis kolegëve të tij, atë që ju jeni hiqër. Ata s'janë kolegë. Dhe se kolegë është fjalë e madhe. Tek varësit të tij. Ata e unukët politik të tij. Por vetëm ajo, ai ka thënie të vërtetë. Ju jeni hiqër. Se ashtu janë, se ashtu i ka zgjedhur, se ka Leverditi zgjedhin në atë formë. E kupton? Dhe të mos jemun, juve nuk e merrni kurrë këtë. Megjithëse e harron këtë gjë, se edhe atë që e ka marrë dhe nëpërmjet atyre, se edhe ata kanë një kontribut në këtë drejtim. Por vetë fjala që unë ju sakatoj, kjo pra është një çik jo njerëzore. Kjo është e ashpër. Kjo është për një politikan evropian, i cili, e kupton, ka pikësynime. Do të thënë, çdo politikan për karrierën e vet ka dëshirë që të bëhet dikushi. Edhe kjo është e drejtë, e kupton, të ngjisë shkallët një nga një dhe të arrijë vlerat. Por mua më vjen keq që përse mikun tim, Ramën, nuk e duan 600.000 njerëz. Dhe një 200.000, 300.000 janë abstenojnë, kurse mund të ishin tamam sa që jemi 1.500.000, mund të adeshin të gjithë, e kupton, për vlerat. Mendoni juve, profesor, që pushteti në një farë... Nuk e kam mbaruar historinë. Jo, kemi edhe ka në pjesën tjetër. Kemi dhe pjesën tjetër. Shpendi. Kemi Ramën, flasim dhe për Berishën. Jemi njohur që në hapat e para të demokracisë. Kemi qenë bashkë, e kupton, padyshim e shikonim si të parin i cili po ndiqte këtë dhe ne të gjithë ishim së bashku,